Kuvendari Shukri Quni tha se do të jepë dorëheqje nga kuvendi. Shkaku i kësaj dorëheqje është rasti i aksidentit ku ka vdekur një djalë i ri. Unë jap dorëheqje, këtë e jap dorëheqje si akt moral. Kam qenë mësuesi i Geltianit, nuk e di askush për dorëheqjen time. Ju falenderoj dhe kërkoj ndjesë. Kur është ndërtu ky kuvend jam këtë asamblee. Unë kam vendosur me dhënë dorëheqje morale nga ky kuvend. Tu kërku falje elektoratit tim. Këtë dorëheqje po e bëj pa u konsultu me askën fare. Arsyeja e dorëheqjes është një aksident që ka ndodhur në fshatin e Shec, ku unë kam kërku aty shumë herë në këtë kuvend, para jush, që të vendosen vijet e bardha, të vendosen shenjat e komunikacionit. Fjala ime këtu nuk ka qu peshkush e disa. Edhe plus ka qenë në drejtorinë e shërbimit publike, edhe një inspektor i ta quaj kështu i vozitjes, Hamit Hazeraj, që ka kërku shumë herë që në ato të krysh mu vendos shenjat e komunikacionit, sidomos shenja që duhet të jetë e shkollës për nxënës. Unë ju kërkoj falje edhe juve nëse ju kom lëndu ndonjëherë. E kam fjalën pa qëllim ato kur i kemi pas ato debatet politike po flas, personale asgjë s'kemi pas. Mos ma merrni këtë dorëheqje që e kum bë, që më ka thonë kush, as i tro. Vetëm po e lni veten si një akt moral me bë, si asambleist i asaj pjese, që jam munduar me i mbrojt ma shumë si shpirtin tem. Po aty pikrisht është edhe vendi ku ka ra heroj edhe Remzi, komandanti i parë i zonës së Operativit Pashtrikut, po edhe unë vetë kam qenë aty, ku kam marrë edhe plak. Nuk kam pas dëshirën aty mo me pas viktim tjetër për pas neve aty. E si nxënësi imi, Geltian Shala, që i ka humbë dje është varros, unë atë e kom pas 10 vjetë aty në shkollë, prej moshës 5 vjeqare. Edhe ka kry në Shces 10 vjetë shkollën. Unë i kom dhënë mësim ati 4 vjetë. Ka kaluat rrugë, ndoshta 10 herë gjatë ditës. Andaj unë ma këto në këtë kuvend nuk mund ma të marrë fjallës se të mbroj interesat e qytetarëve, andej gavion. Ju falenderoj gjithëve për mirë kuptim që keni pas ndaj meje. Asgjë nuk ka, as nuk e din kryetari i partisë Fatmir Limaj, kryetari i nismës, as nuk e din kryetari i partisë dekan prezident Zafir Berisha, as nuk e din anëtarët e familjes time, as nuk e din elektorati, po qëlloj kjo mbledhje dhe me thonë, ai di o varros, sot na po e mbajmë këtë mbledhje, kjo mbledhje është e fundit për mua. Ju falenderoj gjithëve. Ditën e mirë, kalofshi si është më së miri.